sonte në emisionin ton, ku sonte pra kemi si çdo të fundjavë hoxhën e nderuar Bashkim Aliun, dhe sonte do të flasim për vlerën e muajit të Dhulhijja, ashtu siç po shihni në ekranet tuaja. Ju informojmë se pas ligjëratës së hoxhës, atëherë do të keni mundësi të inkuadroheni drejt për drejt nëpërmjet WhatsAppit tim personal, pra +447 533 87 876 +447 533 ashtu siç po shihni në fund të ekraneve të tuaja aty. Mund na shkruani edhe nëpërmjet Facebookit tim personal, Shpëtim Sjarina, por gjithashtu jemi edhe live edhe në platformën e TikTokut, në live-in tim drejt për drejt, pra Shpëtim Sjarina gjithashtu. Ju informojmë se jemi drejt për drejt edhe në YouTube, në kanalin Kandili Dituris, por edhe në kanalin tim personal Shpëtim Sjarina, gjithashtu jemi edhe në Facebook, duke u transmetuar drejt për drejt në kanalin tim një ashtu dhe me emrin tim personal Shpëtim Sjarina. Atëherë, para se do të fillojmë emisionin, i urojmë hoxhës nderuar Bashkim Aliut një mirëseardhje. Selamu alejkum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mirëseardhje hoxh. Wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja dhe mëshira e Zotit qoftë mbi ju. Mirë se ju gjeta dhe shpresoj inshallah që ky emision apo ky bashkëbisedim të jetë i dobishëm dhe të hedhim dritë mbi këtë muaj jashtëzakonisht të rëndësishëm, pra muajin Dhulhijhe, që paraqet një mundësi për muslimanin për ta shtuar adhurimin e tij dhe për të përfituar nga mundësitë të cilat Allahu i Madhërisëm ja ka dhënë. Jemi në muaj të shenjtë tash të haxhit, hoxhë nderuar. Fillimisht një përmbledhje të shkurtër, cila do të jetë qasja e një muslimani të ri apo dhe të thyrë në moshë ndaj këtyre muajve, cilat janë ato veprat apo adhurimet me të cilat ne mund ngritemi në një shkallë më të lartë të imanit. Bismillahirrahmanirrahim, me emrin e Allahut mëshiruesit mëshirbërësit. E para, ky muaj dhe muajt e tjerë të kësaj natyre janë pra një peshqesh, një dhurat për njerëzit nga ana e Allahu xhalleshanuhu. Ky muaj, pra siç është muaji Dhulhijhe, është një nga muajt e shenjtë. Pra muajt e shenjtë janë 4 dhe një nga ato muaj është edhe muaji Dhulhijhe. Kjo do të thotë se vlera e këtij muaji është jashtëzakonisht e madhe. Pra është në njëri nga 4 muajt e shenjtë, el ashhurul hurum, që përmend edhe Kurani famlar. Dhe përrjedhoj vetë veprat të cilat kryhen në këtë muaj kanë një vlerë të veçantë. Dhe besimtari duhet të mundohet maksimalisht që këtë muaj ta shfrytëzoj, po ashtu edhe muajt e tjerë të shenjtë, pra që janë 4. Shikuar nga aspekti i mëshirës së Allahut të Madhërisëm. Kjo është një mëshirë. Allahu i Madhërisëm na e ka dhënë këtë nga mëshira e vet. Pasi jeta e jonë e këtij ummeti nuk është shumë e gjatë si e popujve të tjerë para të dërguarit të fundit të Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, normalisht se jeta e jonë është aq pra e kufizuar dhe e shkurtër në fakt. Popujt e mëparshëm kanë jetuar edhe më gjatë. Kështu që kjo është mëshira Allahu xhaleshanu që ne në këtë kohë të shkurtër të jetës tonë të mund të përfitojmë sa më tepër shpërblime nga mirësitë e Allahu xhaleshanu. Për atë, ajo që ky muaj është i vlefshëm, është muaj i shenjtë dhe në veçanti 10 ditët e para të këtij muaji, pra të muajit Dhulhijhe që hyn ditën e hënë inshallah, pra 10 ditët e para të këtij muaji ku bën pjesë edhe kryerja e haxhit realisht, në ditën e 9 të këtij muaji është dita e Arafatit, ndërkaq dita e 10 është dita e parë e Bajramit, kur haxhilerët e bëjnë
tavafin, i hudhin gurët apo guralecat ditën e parë, kështu me radhë, pra ka një vlerë të veçantë. Dhe kjo është dhurat nga Allahu xhaleshanu që ne të shfrytëzojmë sa më tepër që mundemi. Allahu i Madhrishëm i ka dalluar disa kohë nga disa të tjera, edhe disa vende nga disa të tjera. Do të thotë, edhe këtë muaj Allahu xhaleshanu e ka dalluar bashkë me muajt e shenjtë të tjerë, pra këto 4 muaj i ka dalluar nga muajt e tjerë si mëshirë dhe mirësi dhe një lloj, pra na ka bë Allahu xhaleshanu një favor neve njerëzve. I ka dalluar ai se e koha Zoti e ka fal kohën, por ai vet ka vendosur që prej kësaj kohe që ai e ka falur këto muaj t'i dalloj, këto muajt e shenjtë. Dhe këto ditët e para të muajit Dhulhixhe, që fillojnë pra ditën e hanë inshallah, po ashtu t'i dalloj. Që do të thotë se këtë dallim që e ka bërë Allahu i Madhrishëm është dhurat nga ana e tij, është mirësi, pra është një favor që Allahu xhaleshanu na e bën neve njerëzve dhe ne duhet këtë ta shfrytëzojmë maksimalisht. Allahu i Madhrishëm është betuar në Kur'anin famlar, një pjesë e madhe dietarëve, pjesa më e madhe dietarëve thonë se Allahu xhaleshanu në fakt është betuar në këto 10 ditët e para të muajit Dhulhixhe. Allahu xhaleshanu thot wal fajr, pasha agimin, wal layalin ashr, dhe 10 netët. Pjesa më e madhe e komentatorëve të Kuranit dhe dietarëve në përgjithësi thonë se me 10 netët aludohet në 10 ditët e muajit Dhulhixhe. Ka edhe mendime tjera realisht, që janë 10 netët e fundit të muajit Ramazan, por pjesa më e madhe e thonë këtë, për shkak se ata thonë se edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka dalluar këto 10 ditë, pra e ka përmendur, apo i ka veçuar këto 10 ditë me një vlerë të veçantë. Dhe në një hadith të tij ai thotë kështu, thotë ma min ayamin el amelu salihu fiha ahab ila Allah min hadhihi al-ashr. Nuk ka ditë kur veprat e mira janë më të dashura te Allahu se sa në këto 10 ditë. Do të thotë se në këto 10 ditë, pra 10 ditët e para të muajit Dhulhixhe, Allahu xhaleshanu veprat e njerëzve i ka më të dashura janë për Allahun. Do të thotë janë të favorizuara. Pra nisur nga ky aspekt, përmendin ulemat thonë se edhe me 10 ditët që 10 netët që Allahu xhaleshanu betohet në Kur'anin famlar, në fakt janë për qëllim këto 10 ditët, për shkak se në gjuhën arabe mund të përdoret fjala net për ditët dhe fjala ditë për netët. Pra në aspektin gjuhësor kjo në arabisht shkon, që do të thotë se ata kanë pasur edhe këtë parasysh. Kur e kemi këtë parasysh, pra se Allahu xhaleshanu sipas këtij komenti është betuar në këto 10 ditë dhe ky muaj që vjen pra muaj Dhulhixhe është prej muajve të shenjtë, po edhe ky Dhulqa'da është po ashtu muaj i shenjtë. Atëherë e kuptohet pra nga vetvetiu se muaji Dhulhixhe apo besimtari duhet të mundohet që të përfitoj sa më tepër që mundet. Tash prej veçorive është edhe ajo se në muajin Dhulhixhe që e përmendëm, është edhe dita e Arafatit. Rituali kryesor apo farzi më mirë thënë, kryesor i haxhit është Arafati. Dhe Arafati është në ditën e 9 të këtij muaji. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë se nuk ka ditë ku Allahu xhaleshanuhu liron nga zjarri, nga robërit e vet, pra nga njerëzit, më tepër se sa në ditën e Arafatit. Dhe në këtë ditë thot Allahu xhaleshanuhu lavdrohet me legve dhe u thot, çka janë mbledh këta njerëz këtu në Arafat, çka bëjnë? Më adhurojnë mua. Do të thot tregon për kushtimin e njerëzve, tregon devotshmërinë e njerëzve, tregon gatishmërinë e njerëzve që ta kryejnë këtë fars madhështor të Allahut xhaleshanuhu wa xhelle xhelalu. Po ashtu,
është me rëndësi që dita e Arafatit është ditë e dëshmuar në kuptim të vlerës që ka. Dhe agjerimi I kësaj dite, te Allahu Gjellëshanu ka një peshë të veçantë për ata të cilët nuk janë në haç. Ata të cilët janë në haç nuk agjerojnë. Ndërkaq ata të cilët nuk janë në haç, pra ka një vlerë të madhe agjerimi I ditës së Arafatit. I dërguari Allahut, paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të, ka thënë kur e kanë pyetur për vlerën e kësaj dite, ka thënë: shpresoj që Allahu Gjellëshanuhu t'i fal mëkatet e vitit të kaluar dhe vitit që vjen. Pra ai që agjeron ditën e Arafatit, kur I kemi parasysh të gjitha këto pra, atëherë para nesh parashtrohet pyetja: si duhet ta trajtojmë këtë muaj? Dhe në veçanti 10 ditët e para. Normalisht se besimtari çdo herë kur flitet se si duhet ta trajtojmë, si duhet ta shfrytëzojmë, si duhet ta përdorim, pra normalisht se besimtari çdo herë mendon në adhurimin. Adhurimi është pika e parë se si duhet ne ta trajtojmë apo ta shfrytëzojmë muajin Dhulhixhe dhe çdo muaj tjetër të shenjtë realisht. Në veçanti këto 10 ditët e para. Adhurimi. Kur flasim për adhurimi, adhurimi është një nocion shumë I gjerë. Nuk përfshin vetëm ritualet praktike, përfshin çdo gjë me të cilën Allahu Gjellëshanu është I kënaqur. Por në veçanti adhurimi kur thuhet duhet kemi kujdes te farzet. Pra në këtë muaj si ta shfrytëzojmë këtë muaj e para duke I kryer farzet e Allahu Gjellëshanu. Namazin pra. Namazet farze. Se ne ndodhen pra edhe namazet farze lëshojmë. Pra e para është që duhet jemi të kujdesshëm në namazet farze. Po ashtu edhe në farzet e tjera, se shikonin këtë muaj, pse ky muaj është I dalluar? Është I dalluar sepse në këtë muaj mlidhen së bashku disa adhurime. Siç është pra haxhi. Në këtë muaj kryhet haxhi që përmendëm. Tjetra, në këtë muaj normalisht si çdo herë kryhet edhe namazi. Po ashtu në këtë muaj kemi edhe agjerim. Mbase është agjerim vullnetar, nuk është I obliguar. Agjerimi I ditës së Arafatit, po ashtu edhe agjerimi I 10 ditëve të para të muajit Dhulhixhe. Në fakt 9 ditëve, se ditën e 10, ditën e Bayramit nuk agjerohet. Do të thotë agjerimi I këtyre ditëve. Po ashtu është e lavdëruar, është vepër e mirë dhe është veprim I preferuar që ne si besimtar, pra kush I ka mundësit normalisht ti agjeroj, duke filluar prej fillimit të ditës së parë të muajit Dhulhixhe deri në ditën e 9, ditën e Arafatit. Po nëse nuk ka mundësi, atëherë bile vetëm ditën e Arafatit. Pra edhe agjerimin e kemi në këtë muaj. Kemi haxhin, e kemi namazin, e kemi agjerimin dhe po ashtu e kemi edhe sadaka, sepse besimtari në këtë muaj jep sadaka dhe therr po ashtu kurban, se edhe kurbani pra therrja kurbanave bëhet ditën duke filluar prej ditës së parë të Kurban Bayramit apo ditës së 10 të muajit Dhulhixhe. Pra shikoni, kemi disa adhurime që grumbullohen së bashku, pra bashkohen në këtë muaj të rëndësishëm. Dhe kjo është ajo që I jep vlerë edhe peshë të veçantë muajit Dhulhixhe. Për atë është me rëndësi këtu farzet. E para e punës është që farzet të jemi të kujdesshëm të kryejmë farzet. Pastaj pasojnë pra sunetet apo adhurimet tjera jo vullnetare, duke e shtuar namazin vullnetar në këtë muaj. Dhe veçanërisht në 10 ditët e para. Pse? Sepse është muaj I shenjtë dhe sevapi, shpërblimi për kryerjen e adhurimeve dhe veçanërisht të namazit në këtë muaj pra dallon prej muajve të tjerë sepse e kryejmë në muajin e shenjtë. Pra duhet të mundohemi inshallah që namaz nafile, se për farzet nuk diskutohet. E para është pra çështja e farzeve, e dyta është çështja e namazeve nafile.
namazeve vullnetare. E ne e kemi rastin tash që në këtë muaj të shenjtë dhe në ditët e para të tij që edhe i dërguari Allahut pra ka thënë se nuk ka ditë kur te Allahu veprat janë më të dashur se sa në këto 10 ditët e para të këtij muaji. Pas suneteve në namaz kalojmë edhe te adhurimet e tjera, e që është pra leximi i Kur'anit. Shikoni, te leximi i Kur'anit në mas të madhe sot pra është neglizhuar. Realisht nëse kthehemi te gjeneratat e para, se si kanë jetuar dhe bashkëvepruar ata me Kur'anin, ne kemi mësimin më të mirë. Realisht ne shumë e kemi lënë pas dorën këtë drejtim. Për atë është me rëndësi të kthehemi leximit të Kur'anit, veçanërisht në këtë muaj të shenjtë dhe veçanërisht në këto 10 ditët. Brezat e parë të lavdishëm të kohës së të dërguarit të Allahut dhe më pas pra, ka pasur raste që në fakt apo disa prej tyre edhe këtë e kanë bërë rregullisht. Dhe në veçanti në këto kohë të lavdëruara në çdo 3 ditë e kanë bërë hat me Kur'anin, e kanë lexuar Kur'anin komplet. Tash e jona është që me të vërtet të rikthehemi leximit të Kur'anit çdo herë, po në veçanti në këtë kohë pra që është kohë e lavdëruar. Ata të cilët realisht nuk din ta lexojnë Kur'anin, pasi kemi edhe kësi raste, është mirë bile ta dëgjojnë Kur'anin, të dëgjojnë lexim të Kur'anit, se ne edhe këtë e kemi problem sot. Shikoni, sot si rezultat e asaj se mund të dëgjojmë lloj-lloj gjërash realisht, ne Kur'anin e kemi lënë shumë pas dore. Për atë, nëse nuk di ta lexosh Kur'anin, atëherë dëgjoj Kur'an. Veçanërisht në këto 10 ditë dhe në këtë muaj të shenjtë. Pra lexo, përcaktoj një kohë kur ti do të ndalesh dhe do të dëgjosh Kur'an nëse nuk di të lexosh. Por ke mundësi po ashtu edhe ta lexosh në gjuhën shqipe për kthimin. Edhe ajo është me qëllim që të jesh i lidhur, edhe pse është për kthim, pra ti je i lidhur me fjalën e Allahut të Madhërisëm. Si veprim i dytë, pra apo i tretë që në renditjen tonë është leximi i Kur'anit. Pendimi, kërkim falja te Allahu xhaleshanu, është me rëndësi në këtë muaj, që në veçanti ne t'i kthemi Allahu xhaleshanu me kërkim falje për mëkatet të cilat ne i kemi bërë dhe të cilat i bëjmë. Normalisht se ne nuk jemi me lek, në atë kuptim që nuk jemi të pagabueshëm. Ne bëjmë mëkate. Me rëndësi është që të kthehemi te Allahu xhaleshanuhu dhe të kërkojmë falje prej tij. Dhe veçanërisht në këto kohë të lavdëruara, në këto kohë të rëndësishme, në këto kohë të vlefshme, kërkim falja te Allahu xhaleshanuhu pra ka një vlerë të veçantë. Për atë, prej besimtarit kërkohet çdo herë të kërkoj falje te Allahu xhaleshanuhu, çdo herë të pendohet, çdo herë të kthehet atij. Por në veçanti në këto ditë dhe në këtë muaj të shenjtë për në muajin Dhulhixhe, kjo ka një peshë të veçantë. Për atë është me rëndësi që ne pra në çdo namaz që falim të bëjmë lutje për falje mëkatesh, të kërkojmë falje te Allahu xhaleshanuhu, të pendohemi për ato që kemi bërë. Po ashtu edhe jashtë namazit është mirë ta bëjmë. Në veçanti kur falim namaz nate. Shqo edhe namazi natës është një element shumë i rëndësishëm në adhurimet që besimtari preferohet t'i bëjë në muajt e shenjtë. Veçanërisht në atë kohë kur të gjithë flenë, kush ka mundësi do të thotë që të ngritet dhe të falë namaz nate, te Allahu xhaleshanu ka një vlerë të madhe. Veçanërisht në këtë muaj dhe në këtë kohë pra që i dërguari Allahut e ka lavdruar dhe e ka cilësuar si kohën kur veprat janë më të dashura te Allahu xhaleshanu se në çdo kohë tjetër. Pa marrë parasysh se bisedohet për ditën, po ashtu pra edhe nata është e vlefshme në këtë drejtim. Pas leximit të Kur'anit, kërkimit të faljes, është me rëndësi po ashtu pra edhe agjerimi i 10 ditëve të para të muajit Dhulhixhe
dhe po ashtu agjerimi edhe i ditës së Arafatit në veçanti. Ata të cilët nuk kanë mundësi të agjerojnë këto 10 ditët e para të muajit Dhulhixhe, atëherë është mirë pra dhe të mundohen që bile ditën e Arafatit për shkak vlerës së madhe që ka dita e Arafatit te Allahu xhalleshanu, kur thot i dërguari i Allahut se shpresoj që me agjerimin e ditës së Arafatit të më falen mëkatet e 2 viteve, vitit që ka kaluar dhe vitit që vjen. Dietarët përmendin dhe thonë se janë në pyetje mëkatet e vogla, për shkak se për mëkatet e mëdha duhet të kërkohet falje te Allahu xhalleshanu. Po edhe mëkatet e vogla, sepse vazhdimi në mëkatet të vogla çon në mëkatet të mëdha. Për ne, do të thotë si njerëz, si besimtar, është me rëndësi edhe mëkatet e vogla dhe ta marrim këtë favor që na ka dhënë Allahu xhaleshanu. Agjerimi i ditës së Arafatit, pra i fshin mëkatet e 2 viteve, qofshin ato të vogla. A ka do të thotë logjik që besimtari që ka mundësi ta bëjë mos agjeroje pra në këtë ditë? Normalisht se logjika e shëndosh i thot pra merre këtë dhurat që ta ka dhënë Allahu i Madhërisëm, merre këtë favor që ta ka bërë Allahu i Madhërisëm, merre këtë sepse kjo pra është një moment i veçantë për ju si ummet. Allahu xhaleshanuhu u ka dhënë këto mirësi, këto favore që ju të shfrytëzoni edhe pse jeta juaj është më e shkurtër se sa jeta e njerëzve që kanë jetuar pra më parë, pra para të dërguarit të fundit të Allahut. Por atë është një rëndësie të madhe edhe agjerimi në këto ditë dhe veçanërisht në ditën e Arafatit, por normalisht të përmendim edhe një herë se ky agjerim nuk është i obligueshëm. Është pra vullnetar, është i preferuar, i lavdëruar. Kështu që nëse dikush nuk mund të agjerojë, nuk duhet ta kuptojë këtë se ka lëshuar një fars. Jo, nuk flitet tu për fars, por flitet për një do të thotë agjerim apo veprim i cili është i preferuar që të bëhet. Po ashtu në këtë muaj dhe në këto ditë është me rëndësi edhe dhënia e sadakas, lëmoshës, për shkak se vlera që ka lëmosha në këto ditë dhe në këtë muaj nuk ka dyshim se vlerësohet shumë më lart se sa jashtë këtij muaji apo këtyre ditëve. Marr parasysh se dërguari i Allahut ka thënë se në këto 10 ditë të muajit Dhulhixhe, veprat nuk ka ditë tjera kur veprat e mira janë më të dashura për Allahun, atëherë pra edhe sadakaja, lëmosha që të ndihmojmë njerëzve të tjerë, normalisht se bie në këtë grup, do të thotë se te Allahu xhaleshanu është më e dashur se sa në kohën tjetër. Edhe i dërguari Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam pra qartë ka thënë se ai i cili shkon, kërkon të ndihmoj grave të veja, njerëzve të ngratë kështu me radhë, te Allahu xhaleshanu do të ka shpërblim të madh, është sikur me qenë në luftë në rrugt të Allahu xhaleshanu. Pse? Se ai kontribuon për të mirën e shoqërisë. Do të thotë shikoni, faktikisht pra lëmosha sadakaja është madhështi që besimtari mund ta shfrytëzojë për veten e vet, edhe pse nxjerr diçka nga vetja, në fakt kthen tek vetja e tij. Ashtu siç ka thënë edhe i dërguari Allahut, ma naqasa sadaqatun min mali muslimin. Sadakaja kuri nuk e ka zvogluar apo paksuar pasurinë e besimtarit. Në fakt ne duke dhënë kthejmë për vetveten tonë. E sigurojmë atë që e kemi e nuk e harxojmë apo paksojmë siç mund të duket në shikim të parë. Por atë në këtë muaj është me rëndësi pra çështja e sadakas, e lëmoshës. Të gjithë ata pra që kanë mundësi, është mirë të japin lëmoshë në këto 10 ditë për të muajit të këtij muaji të shet, pra muajit Dhulhixhe, sepse e ka një vlerë të veçantë te Allahu xhaleshanuhu wa xhalla xhelalu. Dhe ne si besimtarë, pra, duhet që këto mirësi, këto dhunti, këto favore që Allahu xhaleshanuhu na i ka dhënë, mos i lëshojmë pra prej dore. Të mundohemi maksimalisht të përfitojmë prej tyre, sepse janë pra mirësi e Allahu xhaleshanuhu
për ne dhe tregon për mëshirën që Allahu xhaleshanuhu e ka ndaj nesh. Po ashtu janë të rëndësishme, është apo është i rëndësishëm në këto ditë dhe në këtë muaj që vjen edhe kurbani. Do të thotë që është ditën e Bajramit, dita e parë kur fillohet të theret kurbani. Tash kurbani si ritual është një ritual jashtëzakonisht i vjetër. Dhe bazën normalisht se e ka prej Ademit alayhi salam, prej njeriu të parë që Allahu xhaleshanu ka krijuar mbi sipërfaqen e dheut dhe i ka dhënë karakter adhurimi për ne. Pastaj ka marrë edhe trajta tjera të popujt tjerë me devijimet që kanë ndodhur në besim. Por kurbani në këtë rast pra neve na paraqitet si adhurim i rëndësishëm që Allahu xhaleshanu e ka lidhur bile edhe festën që është në muajin Dhulhixhe me çështjen e kurbanit dhe është quajtur bile edhe Idul Adha, pra festa e kurbanit, apo siç njihet te ne në të folmen tonë të përditshme Kurban Bajrami, do të thotë festa e kurbanit. Pse? Sepse rituali më i dalluar, më i theksuar që bëhet në ditën e Bajramit është pra therja e kurbanit. E bëjnë edhe ata që janë në haxh, pra po në të njëjtën kohë e bëjnë edhe ata të cilët nuk janë në haxh. Dhe kurbani do të thotë është dëshmi apo është manifestim i gatishmërisë së besimtarit për të sakrifikuar në rrugën e Allahu xhaleshanuhu me pasuri, po edhe me çdo gjë tjetër që kërkohet për gjëra të cilat janë legjitime. Do të thotë edhe kurbani është një vepër që nuk duhet të neglizhohet realisht në këtë muaj të bekuar dhe të shenjtë, dhe po ashtu besimtari se shpesh na pjesin bile. Çka është më mirë? Shikoni, çka është më mirë? Atë që e ka thënë i dërguari i Allahut se puna më e mirë që mund ta bëjmë pas faljes së namazit të Bajramit është therja e kurbanit. Do thotë këtë nuk duhet ta neglizhojmë. Unë besoj se ai i cili ka mundësi që të therr kurban, edhe kurban do të therr, po në të njëjtën kohë edhe sadaka do të jetë. Ai i cili nuk e bën njërën, ai nuk e bën as tjetrën. Apo të radhë janë më mirë thonë ata që e bëjnë njërën dhe nuk e bëjnë tjetrën. Por si zakonisht ata të cilët therin kurban, ata edhe ndihmojnë me sadaka edhe njerëzve nevojtar. Për këtë pra nuk duhet të vihet në pikpyetje besoj ose të ngritet dilema çka të bëj, theri kurban apo të jap sadaka. Edhe kurban therr, edhe sadaka jep. Besoj se ai që ka mundësi ta bëjë njërin e bën edhe tjetrën. Ne duhet të pyesim për gjëra tjera, a ta bëj kët apo atë, harxhimet e tepërta, luksuzi, bile edhe harxhimi i parave për shembull për gjëra të cilat janë të dëmshme siç është cigaria, tazam, duhani. Me këtë duhet ta dallojmë, atë pi duhan atë qap sadaka, atë pi duhan atë theri kurban. Jo atë theri kurban apo më mirë qap sadaka. Edhe njërin edhe tjetrën bëni. Sepse nuk është se ne kurban therim çdo ditë, ajo është pra me rastin e kësaj feste. Edhe kurbani paraqitet si një nga veprat e mira, të cilat besimtari preferohet pra t'i bëj në këtë muaj dhe veçanërisht në 10 ditët e para. Po ashtu është përmendja e Allahut. Tash, kur jemi të përmendja Allahu xhaleshanu, duhet të kemi parasysh se ka di forma. Njëra formë është përmendja Allahu xhaleshanu përmes tekbirit, që themi Allahu Ekber, Allahu është më i madh, që bëhet pas namazeve farze, duke filluar prej ditës së Arafatit, prej namazit të sabahut të ditës së Arafatit dhe vazhdon deri në ditën e 4 në iqindi, pra ditën e 4 të Bajramit në iqindi. Pas çdo namazi farz dërgohen tekbire. Allahu Ekber, la ilaha illallah, wallahu Ekber, Allahu Ekber, velillahil hamd. Kjo është pas namazeve farz, që fillon pra me ditën e Arafatit. Ndërkaq, forma tjetër e përmendjes së Allahu xhaleshanu është pra madhërimi i Allahut. Thonja la ilaha illallah, nuk ka zot tjetër përveç Allahut. Po ashtu edhe thonja Allahu Ekber, Allahu është më i madh dhe deri në fund që e përmendëm. Pastaj falënderimi dhe lavdërimi i Allahut, elhamdulillahi, e kështu me radhë. Të gjitha këto pra janë forma që
preferohet të bëhen si adhurim, pra përmendja Allahut me këto forma gjatë 10 ditëve të para të muajit Dhulhixhes dhe po ashtu edhe në ditët e Bajramit. Normalisht ka qenë në kohën e shokëve të dërguarit të Allahut, ata jo vetëm në ditët e Bajramit, por prej fillimit të muajit Dhulhixhe kanë dërguar tekbire. Bile përmendet se Hazreti Omeri ka shkuar edhe në përtregje dhe e ka thënë me zë tekbirin. Pra e ka shqiptuar me zë tekbirin që të dëgjojnë edhe tjerët dhe t'u rikujtoj se është një vepër e preferuar. Normalisht sot pra marr parasysh mënyrën e jetës, kjo nuk mund të bëhet në atë formë, mirë po çdo njeri mund ta bën në shtëpinë e vet, mund ta bën në xhami, mund ta bën në vetë edhe kur es me veturë kështu me radhë, pra ka edhe sot forma që mund të bëhen. Do të thotë është një po ashtu një vepër e mirë dhe përmendja Allahu xhaleshanu përmes këtyre formave, pra Allahu Akbar, Elhamdulillah, La ilaha illallah kështu me radhë. Dhe në veçanti edhe forma tjera të përmendjes Allahut në përgjithësi, pra që janë fakt pra të pakufishme. Sido që ta përmendish Allahun dhe ta lavdërosh atë është e pranuar. Dhe në veçanti, pra në këtë muaj dhe në këto 10 ditët e para të këtij muaji, përfshi edhe ditët e Bajramit më pas, është me rëndësi do të thotë që përmendja Allahu xhaleshanu të bëhet më tepër pra se sa edhe në kohët tjera. Në fakt, besimtari çdo herë duhet ta përmend Allahu xhaleshanu. Ashtu thot Allahu i Madhreshëm: Ya ayyuhalladhina amanu dhkurullahu dhikran kathira. O ju të cilët keni besuar, përmendni Allahun shumë. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Dhe madhroni atë duke pastruar nga tëmetat, duke bërë tesbih pra në mëngjes e mbrëmje. Kjo është ajo që duhet të bëhet. Por në fakt, pra në veçanti në këto 10 në këtë muaj, pra në muajin e shenjtë, dhe veçanërisht në 10 ditët e para, përfshi edhe pastaj edhe ditët e Bajramit në këtë muaj, në veçanti duhet të jemi të fokusuar në përmendjen e Allahut të Madhreshëm dhe me këto forma të tekbireve në veçanti që i ka përmend edhe i dërguari i Allahut. Thënë për mbledhtas pra, çka duhet të bëj dhe si duhet ta shfrytëzoj kohën besimtari në këtë muaj, ne themi se pra, çdo vepër e mirë që është vepër e mirë, preferohet të bëhet në këtë muaj. I dërguari i Allahut qartë ka thonë se nuk ka kohë tjetër kur veprat e mira nuk e ka kufizuar çka është vepër e mirë, por ka thonë në mënyrë të përgjithësuar, veprat e mira janë më të dashura te Allahu se sa në këto veprat e mira që bën në këto 10 ditë. Për shembull, që po ashtu ne shpeshherë apo si rezultat i ritmit të jetës bashkohore, e kemi lënë pasojë çështjen e vizitës së njëri tjetrit. Edhe vizitës së parefisit, kështu me radhë. Po ashtu edhe vizita që bëhet për hir të Allahu xhaleshanu është e vlefshme në këto 10 ditë. Edhe kjo është formë se si të afrohemi te Allahu xhaleshanu dhe forma e adhurimit realisht, nëse e bëjmë me niyet të pastër dhe me niyet për hir të Allahu xhaleshanu. Ja pra kjo është njëra nga ato vepra që ne realisht i kemi neglizhuar shumë. Pra çdo gjë e mirë, çdo vepër e mirë që mund të quhet vepër e mirë në aspektin islam preferohet dhe është mirë që në këtë muaj pra të bëhet, sepse ky muaj e ka vlerën e veçantë te Allahu xhaleshanuhu wa xhalla xhelaluhu. Dhe ne shpresojmë që si besimtar sa më tepër ta shfrytëzojmë, sa më tepër të përfitojmë nga këto mundësi madhështore që Allahu xhaleshanuhu neve na i ka dhuruar. Unë me kaq do të kisha përfunduar, duke e lënë tash pra mundësinë për ju që nëse ka pyetje apo nëse keni ju nga ana juaj diçka të shtoni me pyetjet në këtë drejtim, pra jemi këtu.
Allah është përbleft do që vendi për legjërimin e kësaj teme deri më tani, po pa tjetër se do të kemi pyetje pak nga dëgjuesit, por edhe disa dhe nga ana jon, kështu që po patjetër se do t'i lexojmë. Ndoshta disa prej pyetjeve mund të jenë që ndoshta gjatë ligjërimit i veç i ke përfshirë ato, mirë po ka mundësi që dikush është kyçur më vonë dhe edhe të kështu që pyetjet kanë ardhur që gjithsesi janë lidhur me temën. Mirë po, dëgjues dhe shikues të nderuar, ju informoj se prej këtij momenti mund të inkuadroni drejt për drejt, siç thash edhe më herët, për në numrin në WhatsAppin tim personal +44753 dhe mund të inkuadroni gjithashtu edhe nëpërmjet Messengerit tim Shpëtimci Arina, por gjithashtu jemi dhe live edhe në TikTok ku nga live jem drejt për drejt mund të inkuadroni ata që janë në panel, thjesht vetëm mund të hapin mikrofonin dhe të bëjnë pyetjen hoxhës së nderuar. Përderisa hoxhë nderuar po presim pra përderisa po presim për ndonjë do të pyetjen e parë, do të bëjmë një pyetje lidhur me do të ndoshta ka mundësi pakës më në detaje. Çka e bën Dhulhijhen do të kaq të veçantë krahasuar me muajt e tjerë? Do të thotë muaji Dhulhijhes pari, ajo që e bën të veçantë është se është njëri nga muajt e shenjtë. Do të thotë muajt e shenjtë janë 4. Kur thuhet muajt e shenjtë, nuk nënkuptohet ajo që përdoret në vokabularin ton të përditshëm, se dhe për Ramazanin themi muaj i shenjtë, ndërkaq e kemi për qëllim muaj i bekuar, muaj i madhërisëm, muaj i mirësisë. Me muajt e shenjtë, në kuptimin terminologjik, janë 4 muaj. Dhe në këto muaj është ndaluar lufta, duhet të ketë qetësi të mbretëroj, qetësie, paqe, kështu me radhë. Pra këtë ka dhe quhen Eshhurul Hurum. Pra kjo është kategori e veçantë. Dhe këtë vlerë Allah i madhërisht u ka dhënë 4 muajve, në mesin e të cilëve edhe muajt Dhulhijhe. Pra është një nga 4 muajt e shenjtë. Kjo vlera e veçantë që e ngre e lartëson këtë muaj. Pastaj e dyta, 10 ditët e para të këtij muaji janë ditë kur veprat e mira janë më të dashura për Allahun se sa në kohë të tjera. Pra keni parasysh, kjo është veçori, ajo që e bën të veçantë këtë muaj. Kështu ka thënë i dërguari i Allahut, pra nuk ka kohë apo nuk ka ditë kur Allahu i don apo janë më të dashura për Allahun veprat e mira se sa në 10 ditët e para të këtij muaji. Dhe kjo është ajo që e bën të veçantë këtë muaj. Pastaj në këtë muaj bëhet kryerja e haxhit, bëhet haxhi. Kjo është ajo që e dallon. Dita e 9 e këtij muaji është dita e Arafatit, kur haxhit mlidhen në Arafat dhe qëndrojnë në Arafat. Dita e 10 është dita e parë e Kurban Bayramit, kur haxhit pra bëjnë tavafin e i therin kurbanat e kështu me radhë. Do të thotë në këtë muaj kryhet edhe haxhi, po ashtu është një vlerë e veçantë për këtë muaj. Në këtë muaj është edhe Bajrami, festa e kurbanit, që po ashtu e dallon këtë muaj nga muajt e tjerë. Dhe në këtë muaj pra kryhet edhe therja e kurbanit, që është po ashtu një adhurim i rëndësishëm. Dhe për atë edhe ka marrë emrin siç e përmendëm, pra festa e kurbanit. Këto pika që i përmendëm në veçanti e ngren lart apo e dallojnë këtë muaj, veçanërisht 10 ditët e para të këtij muaji nga muajt e tjerë. Dhe kemi parasysh edhe atë se edhe një nga komentet apo komenti që pjesa më e madhe e dietarëve e përmendin është se Allahu i Madhërisëm është betuar në 10 ditët e para të këtij muaji. Duke thënë wa layalin ashr, dhe pasha 10 netët që nënkuptohen 10 ditët, do të thotë Allahu është betuar. E tash,
betimi Allahu xhaleshanu, apo Allahu betohet vetëm në ato gjëra të cilat kanë vlerë, ai u ka dhënë vlerë. Që do thotë se edhe këto ditë, pasi Allahu xhaleshanu është betuar, e kanë vlerën e veçantë. Pra këto shkurtimisht apo thëm për mlethtas ishin ato që e dallojnë këtë muaj. Pastaj në një aspekt tjetër, nëse analizojmë që e përmenda edhe gjatë ligjërimit, shikoni, në këtë muaj, si rrallë, në ndonjë muaj tjetër, bashkohen shumë adhurime. Pra, namazi, që është normalisht në çdo muaj falet, pastaj, po ashtu edhe agjerimin e kemi, agjerimin e 10 ditëve, apo agjerimin vetëm të ditës së Arafatit. Pastaj e kemi haxhin, pra kryet njëri nga 5 shtyllat e Islamit. Pra njëra nga 5 shtyllat e Islamit. Njëri nga 5 obligimet për muslimanin. Kryet haxhi. Pra bashkohet me këto. E kemi kurbanin si adhurim, lëmoshën po ashtu, festën e kurbanit, pra kemi bashkimin e disa adhurimeve që është një rast i veçantë dhe që nuk e hasim në jashtë këtij muaji. Për atë krejt këto janë ato gjëra që e bëjnë, pra e dallojnë muaj Dhulhixhe nga muajt, realisht muajt e tjerë. Allah shpëbleft, mirë, nëse dikush nga paneli këtu në TikTok ka ndonjë pyetje, është mund ta hapni mikrofonin dhe bëni pyetjen e hoxhës. Selamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Wa alaikum salam. Të ishta me pitë hoxhën nëse në rëgjatin e tretë është ullë të mendu se në të katërtin duhet me bon se visejshde dhe nëse je musafir, je falë në kibel gabimisht, a duhet me u përsërit namazi? Do të thotë e para, nëse je ullë në rekatin e tretë dhe e ke bë këtë gabimisht dhe nuk është dash të ulesh normalisht, por kur do të ngritesh në rekatin e katërt, do të bësh pasi ta falish rekatin e katërt, pra do të bësh sevi sejdë. Sejdën e haresës, dhe kjo e plotson atë gabimin të cilin ti e ke bërë. Ndërkaq, përsa i përket faljes së namazit në drejtim të gabuar, tash këtu dietarët kanë përmend raste, do të thotë a je munduar apo nuk je munduar ta gjejsh kiblen fakt. Nëse je munduar, ke pyetur ose ke pasur ndonjë mjet me vete dhe ta ka dhënë gabimisht ai mjeti, ose pyetjet ju ka bërë njerëzve apo atyre që e njohin terrenin aty se nga lindën dje dhe kështu me radhë, dhe kanë dhënë gabimisht, ti e ke bërë pasi je munduar, kanë thënë se këtë rast nuk duhet të përsëritet namazi. Por nëse e ke bërë pa u munduar as pak, do të thotë nuk ke përdorur mjete, nuk ke pyetur askë, atëherë kanë thënë duhet ta përsërisësh namazin për shkak se namazin e ke falur në drejtim jo të duhur. Sido që të jetë, unë do të thotë të kisha preferuar që namazin që e ke falur në drejtim të gabuar ta përsërisësh atëherë kur do të arrish ta njohësh se cili është drejtimi i duhur i kiblës. Hoxhë i nderuar, nëse personi të heton që je gabim dhe të thot me gojë prishe namazin, çka duhet me bën këtë? Shikoni, nëse ti je lidhur në namaz dhe personi thot se ti je gabim, në këtë rast, nëse thot për shembull, ktheu se je gabim në njërën anë, në të gjath ose në të majt, ti mund duke qenë i lidhur në namaz të kthehesh dhe e vazhdon në drejtimin e duhur, dhe në këtë rast dietarët përmendin disa dietarë se nuk duhet ta përsërisësh namazin nëse e vazhdon namazin në drejtimin e duhur. Por
Nëse ai thot je gabim, por nuk ta tregon ka është drejtimi, atëherë ti namazin përfundoj që e ke kryer, e ke filluar, jep selam, pastaj kthehu dhe fale në drejtimin e duhur. Mirë, atëherë Allah shpërbleft hoxhë nderuar. Tani do të shkojmë me pyetjen e radhës. Hoxhë nderuar, një ajet në surën Al-Baqara, ajetin 197, që thotë tash në bazë të përkthimit në gjuhën shqipe është haxhi është në muaj të caktuar. E kush vendos ta kryejë haxhin në këtë muaj, nuk ka marrëdhënie intime as shkelje as grindje gjatë haxhit. Po përmendet se është në muaj të shenjtë. Atëre përse sot bëhet haxhi vetëm pas 10 ditë të para të Dhulhijhes, nëse qenka do të më u bë në këto muaj të shenjtë. Për çfarë arsye bëhet vetëm në këto muajt e shenjtë do të thotë që përmendet se haxhi është në muajt e shenjtë, qëllimi është se në këto kohë kur hin pra, edhe umrën ti që e bën lidhet me haxhin në fakt. Mund ta bësh do të thotë umrën para e pastaj ta bësh për shembull haxhin te Metu ose Kiran, e bën umrën dhe pas asaj pastaj e bën edhe haxhin, do të thotë në këtë muaj mund ti ta bësh një gjë të tillë kur hin këto muaj. Por haxhi kohën e ka dihet, do të thotë dita e Arafatit është dita e 9 e muajit Dhulhijhe dhe pastaj dita e 10 është dita e Kurban Bajramit, pra që është dita kur theret kurban dhe bëhet tavafu zjarri. Që do të thotë se në fakt është muaj kur mund bëhet niyeti për kryerjen e haxhit dhe umra që bëhet në atë kohë mund ta lidhish pra me çështjen e haxhit. Ky është dallimi që është kohë e haxhit në këto 3 muaj që mund bëhet pra niyeti. Jo se mund ta bësh haxhin se ti haxhi lidhet me Arafatin. E dita e Arafatit dihet kur është pra. Nuk mund ta bësh para as pas. Jo vetëm në këto 3 muaj, po ti nuk mundet as në Dhulhijhe ta bësh Arafatin apo ta bësh haxhin prej ditës parë. Do të thotë është e qartë kjo. Jo këto 3 muaj, po as në muajin Dhulhijhe, sepse ka qartë të kur. Por ti mund të futesh në ihram, mund të ta bësh umrën dhe ta lidhish atë me haxhin që pastaj ta kryesh edhe haxhin. Allah shpëlbeft, hoxhë nderuar. Pyetja e radhës është si e kanë kuptuar dietarët betimin e Allahut në surën Al-Fajr për 10 netet. Do të thotë në përgjithësi Allahu xhaleshanu betohet vetëm në gjëra që ai u ka dhënë vlerë. Dhe ky betim që ka bërë Allahu xhaleshanu tregon për vlerën që e kanë këto 10 ditë të muajit Dhulhijhe sipas komentit të pjesës më të madhe të dietarëve se ka të bëjë me 10 ditët e Dhulhijhes. Disa dietarë thonë se ka të bëjë me 10 netët e fundit të muajit Ramazan. Por pjesa më e madhe realisht janë se ka të bëjë me 10 ditët e muajit Dhulhijhe. E kanë kuptuar si një nxitje, e kanë kuptuar si një avansim të këtyre ditëve para nesh për t'i shfrytzuar maksimalisht. E kanë kuptuar si ngritje të tyre dhe vlerë që ai u ka dhënë duke u betuar dhe për ne ta kuptojmë seriozitetin e këtyre ditëve. Pse? Sepse Allahu xhaleshanu nuk betohet në gjëra të cilat nuk kanë vlerë, apo të cilat ai nuk u ka dhënë vlerë, por betohet vetëm në gjëra që u ka dhënë vlerë. Dhe kjo është pika kyçe këtu. Do thotë Allahu i Madhërisht betohet në këto gjëra dhe pasi është betuar, atëherë prej kësaj kuptohet serioziteti dhe përkushtimi ynë që sa më tepër ta shfrytëzojmë këtë kohë në të cilën Allahu xhaleshanu është betuar. Allah shpëlbeft. Do të shkojmë tani me pyetjen e radhës. Sa rëndësi ka agjërimi në 9 ditët e para, sidomos në ditën e 10, pra ditën e Arafatit?
Do të thotë shikoni, e përmendëm se agjerimi në këto 9 ditë më mirë thonë, është i veçantë për shkak se bëhet në ditët kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë se nuk ka ditë kur veprat e mira janë më të dashura se Allahu se sa në këto 10 ditë. Pra, ka thënë, i kam pyet ja Resulullah, ka thënë as edhe xhihadi në rrugt të Allahut, ka thënë as edhe xhihadi në rrugt të Allahut me përjashtim të atij i cili del dhe nuk kthehet as me veten as me pasurinë e tij. Do me thënë i lën në fushën e betejës edhe veten sakrifikohet, po në të njëjtën kohë edhe pasurinë. Për ndryshe, veprat e mira në këto 10 ditë pra kanë vlerë të veçantë. Dhe këtu bie edhe agjerimi. Pra agjerimi në këto 10 ditë e ka këtë vlerë, bëhet në ditët kur veprat e mira janë më të dashura te Allahu se sa në ditët e tjera. Pastaj, agjerimi i ditës së Arafatit, që tham, pejgamberi alayhis salam qartë ka thënë se shpresoj që Allahu xhaleshanuhu të ma t'i fshi apo t'i fal mëkatet e 2 viteve. Për atë pra, a kemi ne më dëshmi, argument më të fortë se kjo, që agjerimit t'i japim një vlerë të veçantë apo të agjerojmë në këtë këto 10 ditë, në 9 ditë, dhe por në veçanti edhe ditën e Arafatit, nëse nuk kemi mundësi që të agjerojmë. Për atë pra, mbase agjerimi nuk është fars në këto ditë, megjithatë ka aq vlerë të madhe sa që ne nuk do të duhej ta neglizhonim, pasi të gjithë kemi për qëllim pra të përfitojmë sa më tepër sevape, të shfrytëzojmë pra kohën e kështu me radhë nga këto ditë të bekuara. Allah të shpërbleft në gjithë. Pyetja e radhës është, a ka dallim mes tekbirit të përgjithshëm dhe tekbirit pas farzeve? Gjatë këtyre ditëve të Bajramit, fjala. Shikoni, tekbiri pas farzeve, i dërguari Allahut na ka mësuar se si ta bëjmë. Ndërkaq, tekbiri i përgjithshëm mund pra të bëhet edhe më shkurt ose mund të bëhet edhe me forma të tjera. Por mund të bëhet edhe si ai që është pas farzeve. Pra, kur themi i përgjithshëm, atëherë këtu ka hapësirë më tepër për ta kryer këtë dhe ka mendoj fleksibilitet më tepër. Mund themi dhe vetëm Allahu Akbar, Allahu Akbar. Edhe kështu mund themi në tekbirin e përgjithshëm. Ndërkaq tekbirin pas farzeve, i dërguari Allahut na ka treguar atë formulim që është pra më i përshtatshëm që të bëhet. Kështu që në këtë aspekt është dallimi, jo se ka ndonjë dallim tjetër në këtë drejtim. Normalisht në tekbirin e përgjithshëm ne kemi liri më tepër, në atë kuptim që edhe vetë të themi Allahu Akbaru kabira walhamdulillahi kathira e kështu me radhë. Ndërkaq në tekbirin pas farzeve është më mirë të përmbahemi asaj që na e ka treguar apo na është transmetuar prej të dërguarit të Allahut. Në përgjithësi është me rëndësi që ta madhërojmë Allahun xhaleshanu duke çuar tekbir. Kjo është shumë me rëndësi. Në tekbirin e përgjithshëm mund të zgjidhen edhe forma të ndryshme të madhërimit të Allahut xhaleshanuhu, do të thotë nuk është problem. Allah shpërbleft, që pyetja e radhës mirë, po tash për shkak se që po i ofrojmë edhe pak të afër të fundit të emisionit, nëse ka mundësi dhe pak më shkurt do të përgjigje që të kemi mundësi me marrë edhe disa pyetje të tjera. Pyetja e radhës është, çfarë mesazhe shpirtërore marrim nga dita e Arafatit edhe për ata që nuk janë në haxh? Ata të cilët nuk janë në haxh në ditën e Arafatit, pra aty demonstrohet uniteti i muslimanëve. Demonstrohet përkushtimi i muslimanëve për kryerjen e farzeve të Allahut xhaleshanu. Demonstrohet dëshira për të arritur më të përsosurën në jetën tonë. Pse? Sepse aty pra synohet apo plotësohet, synohet plotësimi i kushtit të 5 të Islamit, si dhe në të njëjtën kohë synohet arritja e asaj që është
reale dhe mund të themi që është më e dashur për besimtarin ngritja shpirtërore. Duke u zhveshur prej teshave të kësaj bote, ne tregojmë për kushtimin ton për të arritur atë që është më madhështore në jetën tonë në aspektin shpirtëror, kur nuk do të lëm që të dominojmë mbi ne interesi material për shkak se i kemi nxjerrur teshat e kësaj bote, i kemi veshur ihramet. Atëherë edhe pamja e asaj do të thotë atij momenti dhe asaj gjendje të haxhive, dhe nga ata të cilët nuk janë në haxh, në fakt pra është nxitje për ngritje shpirtërore dhe për flakjen e intereseve të kësaj bote dhe nënshtrimin ndaj kësaj bote. Por të jemi ne ata që do ta futim në dorë këtë botë e jo ajo të na fut në dorë neve. Allah shpëbleft, vëllai. Pyetja e radhës është cila është lidhja mes Dhulhijhes dhe haxhit si kulmi i adhurimit? Dhulhijhe pra është muaj i shenjtë dhe në këtë drejtim kryerja e haxhit si adhurim madhështor apo në fakt pra plotësim i 5 kushteve të Islamit përputhet në drejtim të asaj se bëhet në muajin e shenjtë. Bëhet në atë muaj që Allahu i Madhërisëm ja ka dhënë këtë veti dhe bëhet në kohën e ditës Arafatit që këtë e ka përzgjedh Allahu, nuk na e ka lënë neve do të thotë. Dita e Arafatit është dita e 9 e këtij muaji dhe pikërisht kjo është ajo madhështoria që e bën këtë muaj, pra që farzi kryhet në këtë muaj të shenjtë. Allah shpëbleft. Pyetja radhës është cila është urtësia e kurbanit dhe çfarë simbolizon ai për muslimanët? Shikoni, për kur flitet për urtësitë e kurbanit ka shumë. Realisht kurbani është, mund të themi në një mënyrë, edhe ndërgjegjësim i besimtarit për të qenë kontribues për të mirën e shoqërisë në përgjithësi. Ngritje e vetdijes të tij për njerëzit nevojtar. Sakrifikim i pasurisë së tij për të mirën e njerëzve. Ndihmë atyre të cilët kanë nevojë. Pra, këto janë mesazhe. Mesazhi më i madh është gatishmëria për të sakrifikuar. Për të sakrifikuar në drejtim për të mirën e njerëzve dhe për të mirën e shoqërisë. Ky është një nga mesazhet më madhështore që ne e kuptojmë pra prej kurbanit dhe normalisht zbatimi apo jetësimi apo praktikimi i asaj që Allahu xhaleshanuhu e lip prej nesh. Mbase ka mendime të ndryshme se në çfarë niveli në aspektin juridik, çfarë tretmani ka në aspektin juridik islam kurbani, megjithatë nuk ka polemika, nuk ka mos pajtime se është adhurim dhe besimtari pra sa të ketë mundësi është mirë që ta çojë në vend këtë adhurim. Pyetja e radhës është kush e ka obligim kurbanin sipas medhhebeve islame? Shikoni, këtu do të thotë sipas medhhebeve kanë dallime realisht. Sipas medhhebit Hanefi, çdo një që në ditën e Kurban Bajramit ka pasuri pas nevojave të veta themelore familjare, pra ka pasuri në sasi të nisabit. Nisabi është ai limiti prej ku jepet zeqate, që është tash parafërsisht do të thotë 80 gram ari. Nëse ke në këtë vlerë pasuri në ditën e Bajramit, sipas medhhebit Hanefi obligohesh, pra obligohesh në kuptim vajxhib e ke, jo farz. Vajxhib e ke që të therish kurban. Ndërka që të medhhebet tjera, therja kurbanit është sunet i muekked, sunet i fortë. Këtu të medhhebi Hanefi tash kjo vlen për çdo njeri. Pra çdo njeri, qoftë burr, grua, kështu me radhë, që ka këtë pasuri, këtë sasi të pasurisë në ditën e Bajramit, Kurban Bajramit, ai pra
duhet të therr apo e ka vajxhib të therr kurban. Ndërkaq te mëdhëpet tjera e kemi se kurbanin mund të therret edhe njëri edhe për krejt familjen një kurban. Për shembull te Shafit është kjo. Do thot babai e therr një kurban për tërë familjen dhe kjo i mjafton për atë i cili ka mundësi. Unë mendoj se ajo që duhet të kihet parasysh këtu, nuk është që ne të përqendrohemi fiks në atë se nëse unë nuk e kam nisabin e pasurisë, në atë kuptim, nuk e kam këtë pasurinë e lartësi të 80 gram arit dhe nuk më intereson kurbani. Shikoni, është një herë në vit dhe nuk është një sasi shumë e lartë. Për shembull, është tazam këtu, flas për në Zvicër, ka edhe me 200 euro apo 200 franga, edhe në vendinja je sillet dikund aty. Tash, unë besoj se të gjithë ata të cilët kanë mundësi, bile edhe nëse nuk kanë para tazam në sasi të 80 gram ari, por kanë më pak, unë besoj se nëse kanë vullnet, mund të bëjnë këtë për shkak se kurbani megjithatë nuk është me mijëra euro, që thuash se me të vërtet ma ul buxhetin. Nëse e krahasojmë se ne harxojmë, do të thot për duhan një pjesë e madhe ose për gjëra tjera jo të rëndësishme, jo të nevojshme, shumë para, atëherë çka janë do të thot 200 euro një herë në vit për kurban. Mendoj se ne duhet ta shohim më tepër atë aspektin social këtu se sa aspektin juridik, kush është i obliguar të therr kurban. Shkojmë me pyetjen e radhës o gjendror. Çfarë na mëson sakrifica e Ibrahimit alayhis salam dhe Ismailit në jetën moderne tonën? Sakrifica që ka bërë Ibrahimi dhe Ismaili na mësojnë alayhimas salam, paqja e Zotit qoftë mbi të dy dhe mbi të gjithë pejgamberët, na mësojnë neve se e para respekti, dëgjueshmëria ndaj prindit. E dyta, se Allahu i Madhrishëm nuk e lën besimtarin që të pësojë. Gatishmëria për të sakrifikuar për t'i arrit idealet dhe qëllimet dhe synimet tona, pra që ne i kemi në jetën tonë. Sakrifica për kauzën është themelore dhe kryesore në jetën tonë. Ky është një nga mesazhet kyçe që e kuptojmë nga ajo që ka ndodhur sakrifica e Ibrahimit dhe Ismailit alayhis salam. Adhurimi, mbështetja në Allahun xhaleshanu, përkushtimi dhe dorëzimi ndaj Allahut xhaleshanu. Ajo që kërkon prej nesh Allahu xhaleshanu çdo është për të mirën tonë dhe nuk është kurri në dëmin tonë. Shkojmë me pyetjen e radhës, një pyetje thotë, si ta ndërtojmë lidhjen mes adhurimit individual dhe solidaritetit shoqëror në këtë muaj? Ja pra, njëra nga ato forma është edhe çështja e kurbanit. Është edhe çështja e sadakas. Do të thotë, duke falur namaz, që është një veprim individual, dhe duke therrur kurban, që nuk kupton shpërndarjen e mishit të tij për njerëzit nevojtar, dhe po ashtu duke dhënë sadaka për njerëzit nevojtar, ne i përmbledhim në veten tonë të dy aspektet, edhe adhurimin individual, por në të njëjtën kohë edhe atë shoqëror, sepse derisa duke falur namaz ne personalisht përfitojmë, duke dhënë sadaka dhe duke therrur kurban, në fakt pra ne të mirën tonë e shpërndajmë edhe në shoqëri. Atëherë po shkojmë dhe me një apo mundësisht dy pyetje të fundit. Pse këto ditë janë mundësi e madhe për pendim dhe rikthim tek Allahu i Madhërisht? Normalisht se të gjitha ditët janë një mundësi për rikthim, por pasi në këto ditë janë ditë të muajit të shenjtë dhe këto 10 ditët e para të këtij muaji janë ditët kur Allahu xhaleshanuhu don më së tepërmi punët e mira, apo punët e mira
që i bën besimtar janë më të dashura para Allahut xhaleshan se sa në ditët e tjera, atëherë pra edhe pendimi është një punë e mirë dhe është si vepër më e dashur te Allahu xhaleshanu xhelle xhelalu. Atëherë, por shkojmë edhe me një pyetje dhe po thuaj se do të jetë fundit kjo, thotë në kohën e rrjeteve sociale dhe do të konsumizmit, si të mos reduktohet Kurban Bajrami vetëm në një aspekt festiv? Si mendon të reduktohet vetëm në aspekt festiv? Në çfarë kuptimi, se është pak e pa definuar pyetja? Pse ta bëjmë ndoshta Kurban Bajramin vetëm si aspekt festiv dhe mos marrim edhe disa mësime tjera në atë kontekst, besoj që ka pasur përpyetjen. Shikoni, në kohën e rrjeteve sociale është mundësia më e madhe për ta promovuar aspektin solidar dhe social të Kurban Bajramit. Pikërisht në këtë kohë, do të thotë jo vetëm të japim karakter festiv, por realisht sot kemi mundësi edhe në Afrikë të ndihmojmë pikërisht përmes rrjeteve sociale, me kurbana, me sadaka, me forma tjera të pamirësisë. Rrjetet sociale duhet të ndikojnë që festa e kurbanit të kthehet në një eveniment të vërtet humanitar, do të thonë një festival humanitar, një kampanjë e vërtet humanitare përmes kurbanit dhe sadakas. Pra, rrjetet sociale duhet të përdoren në kuptim pozitiv dhe efektiv në drejtim të promovimit të vlerës së kurbanit dhe mundësisë për distribuimin e tij në sa më tepër vende, si dhe për detektimin ndoshta edhe të vendeve që kanë më tepër nevojë. Pra, pikërisht rrjetet sociale, Kurban Bajrami duhet të shfrytëzohen rrjetet sociale për ta theksuar karakterin humanitar, solidar dhe social të tij, e jo për ta mbyllur në atë kuptim. Nëse kjo është pyetja, unë nuk e di nëse ka pasur ndonjë qëllim tjetër. Mirë. Do të shkojmë edhe me pyetjen mundësisht, nëse ka mundësi do i marrim edhe dy, janë shumë të shkurta, po janë shumë të rëndësishme. Cili është si mundet që një i ri ta përjetoj realisht madhështinë e këtyre ditëve? Mund të përjetoj pra nëse ai e ndjek atë që na ka këshilluar neve i dërguari i Allahut. Pra, kryerjen e namazit, sadakan, leximin e Kur'anit dhe po ashtu pse jo edhe pse është i ri, pra nëse ka mundësi edhe haxhin ta kryej. Do të thotë ndjekja hap pas hapi asaj që na ka mësuar i dërguari i Allahut është mundësi që ai i ri ta përjetoj këtë, në veçanti me namazin që e bën dhe me vetëdijsimin e tij se është duke i kryer këto në muajin e shenjtë, pra vlerën që e ka ky muaj si muaj i shenjtë. Do të shkojmë pra edhe me pyetjen e fundit për sonte. Cili është mesazhi që ummeti ka më shumë nevojë ta kuptojë nga Dhulhigje sot? Ummeti islam nga muaji Dhulhigje sot më tepër se çdo herë tjetër, edhe pse çdo herë ka nevojë, është pra mesazhi i unitetit, domosdoshmërisë së unitetit dhe vënies së planeve të përbashkëta për ringritjen e ummetit. Pikërisht në muajin Dhulhigje, në ditën e 9, në Arafat demonstrohet dhe manifestohet ky mesazh madhështor, kur të gjithë mblidhen së bashku për një qëllim dhe duke kryer të njëjtat veprime. Do të thotë pra, mesazhi i unitetit është domosdoshmëri për ringritjen e ummetit islam me një plan, në fakt, me një strategji të qartë pra e përbashkët për synimet tona në përgjithësi. Pikërisht në ditën e Arafatit apo pamja e Arafatit, momenti i Arafatit është manifestim dhe mishërim më i mirë i këtij mesazhi. Atëherë,
O që ndëruar, unë do të falenderoj shumë përzemërsisht për pjesëmarrjen tuaj sonte dhe për legjerimin kaq në hollësi dhe të lidhur me këtë temë, pra vlerën e muajit të Dhulhijhes, duke shpresuar që edhe të gjithë shikuesit dhe dëgjuesit kanë mbetur të kënaqur dhe jam më së i bindur se kanë mbetur të kënaqur me përfshirjen tënde që bëne sonte. Atëherë, nëse nuk ke diçka tjetër për të thonë, atëherë kishim përfunduar emisionin duke të falendëruar ty dhe Allahu të shpërbleft me gjitha të mirat dhe atëherë mund të thuaj diçka nëse ke për Ashtu edhe unë ju përshëndes juve, gjithëve vëllezërve dhe motrave që na kanë ndjekur, atyre të cilët kanë pjetur dhe gjithë tjerët pra të cilët vetëm kanë dëgjuar. Lutë Allahun xhaleshanu që këto fjalë të bëjë të dobishme për mua si ligjërues, po ashtu edhe për gjithë ata të cilët na kanë dëgjuar, me shpresë inshallah që ta kenë efektin dhe impaktin e tyre pozitiv. Kemi një përshëndetje nga një prej dëgjuesve tanë këtu dhe thotë Asalamu alaikum të ndëruar, me vonesë të bashkangjita ju falenderoj për kohën dhe për mundin në shërbim të davetit. Selam për të gjithë. Wa alaikum selam wa rahmatullahi. Atëherë dhe unë ju përshëndes për gjithë juve dëgjues të shikues të nderuar për që morën pjesë sonte në emisionin ton, duke shpresuar se do t'ju lejmë shëndosh e mirë deri në emisionin e radhës. Atëherë ju lejmë në mëshirën e të Madhit Zot dhe me shpresë që do të takohemi prapë edhe në emisionin tjetër, pra në fundjavën e ardhshme. Ju përshëndes. Asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.